Ka 4 shtylla. Shtylla parë është tregu i vetëm unik dhe përfitimet që rrjedhin në mënyrë graduale prej këtij tregut përmes procesit të antarësimit gradual. Plani i rritjes duhet shihet në këtë drejtim. 2023 është njoftu për Ballkanin Perëndimor dhe vjen edhe si rezultati i përpjekjeve që ta mbaj rajonin të bashkëngjitur, le të themi, me Bashkimin Evropian në përballë iniciativat tjera paralele që i kishëm më herët, nëse ju kujtohen, e të cilat u mbyllën. Shtylla e dytë është tregu i përbashkët rajonal, e treta është agjenda reformave për të cilën edhe do të flasim, dhe shtylla 4 është incentivat financiare. Pra, në këto 4 shtylla, Bashkimi Evropian e ka mendu planin e rritjes që të na jap qasje në tregun unik, siç është SEPA, tash do ta kemi këtë iniciativën Rome Like at Home, ku fillimisht ne i ulëm tarifat e roaming përmes brenda Ballkanit Perëndimor dhe tash do të ulen edhe me Bashkimin Evropian. Kanë filluar negociatat për të ulur tarifat, ashtu që mos kemi çmime të larta të roamingut kur udhtojmë në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe përfitimet e tjera, sidomos tek aspekti i certifikatave, që ka shumë rëndësi për bizneset tona. Në agjenda reformave ka 111 hapa, diku rreth 309 hapa. Është ndarë në 5 fusha, në qeverisjen në reformën e administratës publike, tranzicioni gjerë dhe digital, zhvillimi i sektorit privat dhe mjedisit afarist, zhvillimi dhe rujtja e kapitalit njerëzor dhe themelorët që shnihen në fundamentals në këtë klasterin e parë, që është sundimi i ligjit. Është i ndam në kohë të raportimit çdo 6 muaj. Kosova ka qenë e para që e ka përgatit agjendën e reformave. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme dhe është vlerësuar shumë nga Bashkimi Evropian, sepse për Bashkimin Evropian shtetet të cilat aspirojnë të bëhen antare duhet të tregojnë që munden të përballen me forcat e trysnisë të Bashkimit Evropian për të antarësuar, sepse ka shumë kërkesa me fushën e gjerë të akis. Dhe përgatitja në kohë, dorëzimin kohë e agjendës reforma është vlerësuar prej Bashkimit Evropian që institucionet tona kanë kapacitetet për të dorëzuar reforma në kohë. Mirë po, implementimi pastaj, zbatimi, për shkak se agjenda reforma, nëse shikoni në tërësinë e saj, është kryesisht reformë ligjore. Janë ligje, rregullore, akte nënligjore. Shumica akte nënligjore varen prej ligjit fillestar. Dhe në këtë drejtim, fillimisht u patën vonu hyrja në fuqi e marrëveshjes. Ne pas agjendës reformave, marrëveshja për instrumentin, sepse i ka 2 marrëveshje plani rritjes, është marrëveshja për instrumentin dhe marrëveshja për kredin. Marrëveshja për instrumentin u pat kthy prej Bashkimit Evropian para nëntorit, ne për një herë kemi qenë në kuvend në nëntor, por nuk është votu, ndërkohë që marrëveshja për kredin nuk pat arrit me u kthy prej Komisionit Evropian deri në mars 2025. Ndërkohë që ne patëm shku, kuvendi u shpërbë në dhjetor 2024 dhe patëm shku në zgjedhje në shkurt të vitit 2025. Pra, ishte e pamundur legislatura atëhershme, që ishte legislatura 8, nëse s'gaboj, që ta aprovonte. Dhe që ka ndodhi pastaj vitin 2025 e dim të gjithë, për kryetarin e kuvendit na u harxhu një kohë shumë e gjatë, e panevojshme në vlerësimin tim, pasi në fund prap u zgjodh i takoj prap grupit më të madh parlamentar që është e vetëvendosja dhe nuk rezultojmë një qeveri sepse nuk ishte koalicion, pra së arrit një koalicion qeverisës. Shkuarja në zgjedhje bëri që prap të shtyhej për në seancën e ardhshme dhe ju e dini që qeveria, nëse nuk gaboj, u zgjedhur me 11 shkurt pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit këtë vit dhe ne 2 ditë pas e kemi ratifikuar edhe kuvendi e ka ratifikuar edhe marrëveshjen instrumentit edhe të kredis. Zyrtarisht ka hyrë në fuqi
kur e kemi nxjerrë vendimin e qeveri për instrumentin, me qërast jam membruar dhe në koordinator kombëtar, dhe janë plotësuar gjitha procedurat, me qërast Bashkimi Evropian me 16 prill dhe e ka liru fondin e parafinancimit, që është në vlerën për gjatë të 1.8 milion euro. Plani rritjes e ka për ne për Kosovën është 882.6 milion euro, 2/3 janë kredi, 1/3 janë grante, një pjesë shkon direkt në buxhetin e Kosovës, një pjesë e mirë shkon përmes kornizës të investimeve afatmesme të Ballkanit Perëndimor, që është WBAF, e ku ne aty i kemi në listë, le të themi, projekte rreth 400 milion euro projekte dhe të tjera që po maturohen, sepse një komponent të shkryerja reforma, komponenti tjetër është thithja e fondeve, absorbimi i këtyre fondeve, dhe kjo është po ashtu komponent tepër e rëndësishme. Ajo që ka është me rëndësi për çka dhe pata konferencën me një korrik, 30 qershori ishte afati i parë i 2026-s, kur s'ka dënë periudha shtesë, si thirrë periudha grace period, për të gjitha veprimet nga viti 2024, të cilat s'ka dënin me 30 qershor, pra që i kishin 2 vite kohë. Dhe këtu kanë qenë 13 hapa, prej cilve 6 nuk kanë arritur që të përfundohen me 30 qershor. 5 prej tyre, siç edhe kam thënë në konferencë, janë të lidhur me reform ligjore, me ligjet ligjeve për drejtësi, ligjet për energjinë elektrike dhe për energjinë, ligji për kamat vonesat, ligji për ndihmën shtetërore, po edhe kishim edhe strategjinë kundër krimit të organizuar, me që rast kërkoi që qeveria të kishte kapacitetet e plota për ta aprovuar. Dhe jo në detyrë, për shkak të ligjit për qeverinë. Dhe jemi në këtë fazë që jemi, në vlerësimin tim, prej se kam filluar në këto 100 ditë, kemi shpëtuar, themi, shumë disa veprime, të cilat mund të vonoheshin për shkak të koordinimit ndër-institucional, me që rast edhe mund të ketë paqartësi për rolet edhe funksionet, por e kemi konsiderojmë që janë plotësu 18 hapa deri me 30 qershor, do t'jetë raporti i parë zyrtar që e dërgojmë me 15 korrik, me që rast Bashkimi Evropian do t'i ketë, Komisioni Evropian do t'i ketë 90 ditë për të vlerësimin për të bërë vlerësimin e hapave që ne i kemi zbatuar. Kjo është paka shumë, ndërkohë që, siç e kam thënë në konferencë,